Vijojnë intensivisht kontrollet nga policia kufitare dhe njësia policore detare në të gjithë vijën bregdetare të qarkut Vlorë. Vijojnë intensivisht kontrollet nga policia kufitare në të gjithë vijën bregdetare të qarkut Vlorë, ndaj mjeteve lundruese, kryesisht ndaj atyre të argëtimit për verifikimin e dokumentacionit dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Nga 132 mjete lundruese të kontrolluara gjatë ditëve të fundit, nga Ksamili në Sarand, 41 rezultuan në paligjshmëri. Bllokohen 41 mjete lundruese, 7 jet ski, 34 gomone dhe skafe. Policia kufitare e Vlorës apelon për pronarët dhe për përdoruesit e mjeteve lundruese për respektimin e perimetrit të sigurisë së pushuesve në plazhe, për zbatim me korrektesë të kërkesave ligjore për daljen në det dhe për pajisjen me dokumentacionin përkatës. Policia kufitare dhe njësia policore detare janë të angazhuara maksimalisht për të garantuar sigurinë në plazhe dhe në këtë kuadër do të intensifikojnë kontrollet dhe monitorimin nga toka dhe në det në të gjithë vijën bregdetare. Ftojmë qytetarët që të denoncojnë në numrin pa pagesë 112 çdo rast paligjshmërie, duke ju garantuar anonimat, reagim të shpejtë dhe profesional.